Futbollisti nigerian i flamurtari, 31 vjeçari Sodi Chatanda, u sulmua me thik në qytetin e Vlorës duke mbetur i plagosur lehtë. Siç njofton policia, sportisti u qellua nga një 21 vjeçar, pas një konflikti që paraprakisht është klasifikuar për motive të dobta. Sodi Chatanda mësohet se ka marrë lëndime në një dorë dhe pas ndihmës mjekësore në Spitalin Rajonal të Vlorës ka bërë kallëzim për ngjarjen. Policia lokale thot se autori i sulmit është një 21 vjeçar që sipas raportimeve vuan nga probleme të shëndetit mendor, por ky detaj nuk cilësohet në njoftimin e policisë. Pas ngjarjes ai është larguar me shpejtësi dhe është ende i lirë në Arrati, ndërsa blutë e qytetit të Vlorës thonë se po punohet për ta lokalizuar dhe ndaluar. Të dhënat e para ishin për një tentativë grabitje ndaj futbollistit që po ecte në këmbë në vendin e quajtur Kali i Trojës, rreth orës 18 të pasdites të së premtes. Policia thotë se një grup hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Klubi flamurtari ndërkohë përmes një njoftimi bëri me dije se futbollisti nigerian gëzon shëndet të plotë. Sodi Chatanda, një emër i njohur i futbollit shqiptar, ku ka fituar dhe një kampionat dhe një kupë, teksa është aktivizuar me ekipe si Partizani, Egnatia, Erzeni dhe Apolonia.